drejtin e Hashës. Për shkaqe sigurie. Çaje po, çato çatje. Po atje s'është të punë umre. Çuçi kena po shkruar. Mos me konsiderë pas se si shkruar më. Po mirë kit. Tezë se lejohen. 30 minuta. Mi mbledhur për të protestuar kundër shtetit me rastin e bllokimit të rrugës përmes autostradës Arbër Xhaferi. Neve 3 kompanive na është ndërprer rruga jon pa na gjetur një alternativë. Tani 3 muaj ju bën që s'kemi lënë derë pa trokitur në të gjitha institucionet për të gjetur një zgjidhje. Na kanë premtuar deri në momentin e fundit, duke na siguruar se nuk do mbyllet rruga pa na gjetur zgjidhjen, mirë po. Dje, në fakt pardje, përfundimisht të mbyll rruga dhe të 3 kompanit janë të detyruara ta ndërprejnë veprimtarinë e tyre. Këtë rast bëhet fjalë për investime mbi 25 milion euro, bëhet fjalë për 500 punëtorë, bëhet fjalë për kontrata me klient dhe në shumë të mëdha. Fillimisht ishte paraparë që protesta të bëhet 2 kilometra nga këtu, atu ku është ndërprer rruga, por që policia, megjithëse kishim marrë lejen për të protestuar, të specifikuar komplet siç e kemi pasur planin, ka ardhur me një urdhër që nuk na lejon të shkojmë te vendi i ngjarjes. Neve jemi detyruar ta bëjmë këtë protestë, asnjëherë nuk do bënim një protestë të tillë, mirë po nuk kemi gjetur zgjidhje të tjetër. Ftojmë ose thrasim institucionet qeveritare që të bëjnë një zgjedhje alternative për këto 3 kompani. Ne nuk jemi për të ndërprer punimet e autostradës, jemi për të shtruar rrugë dhe autostrada të reja, po në asnjë mënyrë duke u dëmtuar biznese tjera. Që 3 javë ditë e më shumë jena me jetë pa punë, veç shkojnë aty, edhe s'kem shka me punu, se u bloku rruga këtu, e kam blokue, nuk pilon kamionat me bojtën as zhavurën, as që po punojna, edhe na porrina pa punë. Ai ministri atje, del kuti teket e qetë rrugën, edhe e ndërton, a kjo rrugë ekziston para se mu boshi ky projekti që saj rrugës. E këta me dal me mshel, mu na lon neve pa punë, kjo nuk është e drejtë. Ne të vje ministri këtu, edhe qeveria këtu ne të vinë, se ata janë mirat energie, ana pse rrina pa punë, e fëmijat tunë lypin me hongër, e s'kena më shu, aty nësë ju interesën. Arsyeja pse kemi ndarë sot ne me protestu këto, është pikërisht kjo rruga, me parë nuk na lejun me ardhe me mjetë të randa këto, po tash edhe më peshën edhe vetë. Kjo rrugë ekziston qysh gjithë një, ne kemi investu në këtë rrugë vetë, kemi edhe leje, pa kur farë paralajmërimi na kanë bloku, me shpresë që do të na gjojnë zgjidhje që 3 muaj ditë, edhe peshën edhe vetë përfundimi pa tjetër u deshme protestu. Por në fillim na premtuan që nuk do të bllokohet, nuk do të ndalet kjo rrugë, derisa të na bën zgjidhje ministria, por pritëm gati 3 muaj ditë. Jena ballafaqur me probleme në përfshat, me njerëz, me kërcënime, policia na kanë dënu. Arsyeja pse kemi dalë është sepse është blloku qarkullimi për mbartje zhavorit, jo vetëm për firmën tonë, por gjitha pikat që janë mbrapa autostradës. Nuk kemi asnjë paralajmërim. Çdo ditë do të vazhdojnë, veç afati kohori qëndrimit rrugë do të jetë më i madh. Arsyeja është sepse neve nuk kemi alternativë tjetër. Jo, apo nuk ka, ose po punë ku jesu.
Ora.